Në një kohë kur sulmet kibernetike po shtohen, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka rritur përpjekjet për edukimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve në mbarvendin. Vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 6500 persona kanë marrë pjesë në trajnimet mbi higjienën kibernetike, duke përfituar njohuri praktike për të identifikuar dhe shmangur rreziqet më të zakonshme që hasen online. Në 6 mujorin e parë të vitit 2025, janë përfshirë në këto trajnime 2600 qytetarë të tjerë, duke zgjeruar më tej ndikimin. Përndarja është e gjerë, është në gjithë Shqipërinë. Vetëm vitin e kaluar kemi trajnuar mbi 6500 individ rreth higjienës kibernetike dhe vetëm për 6 mujorin e parë të vitit kemi trajnuar mbi 2600 individ. Eksperti sigurisë kibernetike në Autoritetin Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Jetmir Rajta, sqaron se trajnimet zhvillohen si në mënyrë online, ashtu edhe fizikisht në qytete të ndryshme, ku përfshihen module interaktive. Këto trajnime kryen online dhe on-site, pra fizikisht, dhe fokusi i tyre është higjiena kibernetike. Si të mësojmë të instalojmë një antivirus, si të mësojmë që të analizojmë cila është një webfaqe e saktë apo nuk është. Si të kuptojmë çfarë është një virus, një malware, një program keqdashës etj. Një link që s'duhet klikohet etj. Këto trajnime janë të hapura për popullatën në masë. Kushdo mund të bashkohet. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike i bën thirrje qytetarëve që të përfitojnë nga këto trajnime falas si një mundësi për të përgatitur ndaj sfidave që sjell teknologjia në përditshmëri.